Të dashur miq, vlezër, i ndesim dritat, përshëndesim edhe liderin e opozitës. Dritat e telefonit ju lutem, që të përshëndesim edhe liderin e satani opozitës. shqiptarve Enver Hoxha, si që dihet, vdiq në vitin 1985, por e vërteta është se ai, diktatura e tij, vazhduan sundimin fuqiplot, gjerditën që ne shembëm shtatorën e tij, kultin makabër të Enver Hoxhës që kishte pushtuar shpirtrat e shqiptarve. Një lloj sot Edi Rama është një kufon politike, është një kalmësir politike, i damkosur, i deskritur, i tmerruar, por prap se prap, një lloj si shtatorja e Enver Hoxhës do mbetet në zyrë, përsa kohë nuk do të tërheqim prej saj, si që tërhoqe mati e tij shpirtëror 35 vite më parë. Miq, diktatura hoxhiste ishte një diktaturë e pa shembull në Europë. Ajo, përveç plojës së luftës klasave, me të cilën ekzekutoi mira shqiptar për liri, dinjitet, për besimin tek Zoti, për besimin tek Shqipëria, internoi me 10 mijëra të tjerë, persekutoi me 100 mijëra, përdori përveç saj tiraninë e mjerimit, izolimin më të thellë, indoktrinimin më ekstrem. Pra ai regjim 46 vjeçar vendosej mbi disa shtylla që rëndonin çdo ditë mbi shqiptarët.